بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun Azza wa Jalla lavdrojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jalla në këtë këqije shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën na udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. Edhe sot me lejen e Allahut Azza wa Jalla do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës që kemi filluar të shpjegojmë dispozitat e agjerimit dhe jemi ndal më konkretisht të çështjet se çka prishin agjerimin. Jemi ndalë në atë se çka prish agjerimin, më konkretisht në ligjëratën e kaluar kemi folur se çka është ushqimi dhe pirja dhe të ngjashme me to, dhe në ndalë në çështje të ndryshme si pikat që qiten hund, pikat domethënë vesh, pastrimi i veshëve, pikat në sy e kështu me radhë. Kemi shpjeguar disa çështje që është mirë besimtari me i ditë, domethënë se a prishin agjerimin ajo. Poashtu kemi treguar çështjen e gastroskopisë, nëse ka njeriu me nevojë me e bë gjatë Ramazanit para iftarit. Po sot do të vazhdojmë me disa të ngjashme që janë plotësimi i saj, edhe tani do të kalojmë te ato domethënë gjëra të tjera që e prishin agjerimin. Çështjen e dializës e kanë diskutuar dietarët se e prish agjerimin apo jo, nga se realisht si parim është se rregull se çdo gjë që hin në trup e prish agjerimin, e jo çka del prej trupit. Dializa është i njëjti gjak i cili është dalë prej trupit, është pastruar dhe u kthy në trup. Mirë po kur të kthejnë në trup, zakonisht i shtojnë edhe disa sheqerna, disa gjëra tjera, që realisht për shkak këtyre dietarët thonë se e prish agjerimin. E me kuptu se çka i shtojnë, me këshyr domon sheqerën personit i cili bën dializë, para se me e bë dializën, edhe masi që të bën dializën, e kuptojnë se sheqerën e ka më të rritur, se realisht i kanë shkurtuar edhe diçka tjetër përveç pastrimit të gjakut. Edhe pra të thojnë dietarët, domethënë se e prish dializa, domethënë agjerimin. Çështja tjetër që e kanë cek dietarët është çështja e përdorjes se ati hapet nërgu, i cili përdoret zakonisht ose për me intervenu shpejt, nëse shtypja e lartë, apo nëse ka ndonjë dhimbje me parandalu sulm, dëmon kardiak e kështu me radhë, e që realisht është hap i cili vendoset në rgju, edhe nga aty është tretet edhe shkon direkt domethënë në gjak, edhe nuk ka lënë përfyt e kështu me radhë. Pra të shumica e dietarëve thonë se nuk e prish, mirë po është mirë atë shijen që e ndjen njeriu në gojën e vet, mos me përbije, mirë po me qit për jashtë. Çështja tjetër që e kanë cekur është çështja e supostave, e cila mundet më marr për domethënë për shkak ose temperaturës ose të ngjashme, ka mos pajtime mes dietarëve se e prish agjerimin apo jo. Ka për dietarëve që thonë se e prish agjerimin, se realisht domethënë ajo shkon zorëve dhe tretet, e ka për dietarëve ndoshta kjo është mendimi më i saktë se nuk e prishin supozitorët domethënë agjerimin. Çështje tash po e kryjmë këtë çështjen e ushqimit dhe pirjes dhe gjërave të ngjashme që kanë bëjnë me trupin dhe çka hin në trup. Nuk e dija kena marrë një javën e kaluar çështjen e injeksioneve, edhe me shpjegu se injeksionet janë zakonisht ose ushqyse apo jo ushqyse,
edhe ato që nuk janë ushqyse, pavarësisht ta merren në lëkurë apo në muskull apo merren domethënë në venë, përderisa nuk kanë veti ushqyse, ato nuk e prishin domethënë agjërimin. Edhe nëse është insulin që e përdoren nuk e prish agjërimin, edhe nëse është antibiotik se prish agjërimin, edhe nëse është vakcinë nuk e prish agjërimin e kështu me radhë. Çështja tjetër që kanë cekur dietarët është çështja e vjellërës dhe se njeriu mundet me vjell duke ngacmuar vjellurën apo se i vjen me vjell. Nëse është e para se njeriu e ka ngacmuar vetë vjellën edhe ka shtigishtin apo ka shikuar diçka që e neverit dhe që e provokon domethënë të vjellurën, këtë rast e prish agjërimin. Ndërsa nëse vjellura domethënë vjen vetvetiu pa ngacmim, pa sebeb prej njeriu, nuk e prish agjërimin. Çështja e ngjashme me këtë ka të bëjë se puna e nëse thjesht e nguc edhe qoftë vjen qet pe goja apo vjen drejt në gojë edhe nuk e qet po e përbin, në rast në këtyre rastet e prish agjërimin. Mirë, po mesele që kanë cekur dietarët është nëse pa dashje dhe nuk e ke provokuar të vjellurën, mirë, po ka ardhur domethënë te goja dhe ka kalu fytyn dhe varr te goja. Tash a bën me përbi, a duhet me qit? Realisht duhet me qit patjetër se me përbije realisht e prish agjërimin. Masandej kanë cek dietarët se çka sebepi, domethënë se realisht qysh tash ato që ka hinë në trup janë që e prishin agjërimin, edhe jo ato që ka dalin prej trupit. Ka prej dietarëve që kur e kanë lyp urtësinë se pse e vjellura e cila provokohet e prish agjërimin, disa kanë thonë kështu ka ardhur në hadith, edhe Zoti e din urtësinë, edhe faktikisht ne e dëgjojmë Allahun edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i nështrohemi atina. E ka prej tyre se thjesht tojnë e vjellura është domethënë që ja shton edhe më tepër dobësinë njeriu, e dobëson edhe likshton edhe e lodh domethënë gjatë agjërimit, e që realisht nuk është bash qëllimi tash me shtre për tokë këtë agjëruesin domethënë kur agjëron. Mirë, po Allah e din më së miri, ndoshta kjo është çështje domethënë që vetëm Allahu azhjal e din urtësinë se pse e vjellura prish agjërimin. Çështja tjetër që kanë cekur dietarët është çështja e masturbimit apo ejakulimit. Edhe faktikisht është prej atyre gjëra që e prishin agjërimin, nga se ka ardhur në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kur ka folur pse është agjërimi i veçantë dhe pse Allahu azhjal e ka marrë përsipër me shpërblim për të, ka thonë se e lën ushqimin, pirjen dhe epshet e tij për mua, që e bie që faktikisht edhe marrëdhëniet intime, mirë po dhe jo vetëm marrëdhëniet intime, mirë po edhe masturbimi, ejakulimi, provokimi e të ngjashme realisht e prishin agjërimin. Përjashtohet vetëm një situatë, nëse njeriu gjatë ditës ka pas nevojë me fjet për shkak se u lodh, edhe domethënë ka ejakulu pa vetë dëshirën e tij, ky rast është domethënë i falur dhe nuk prish kundërgjë në agjërimin e tij, mirë po pastrohet edhe vazhdon agjërimin. Çështja tjetër që e kanë cekur dietarët është çështja me banjet me e prish. Se realisht ne kemi cekur se dy çështjet janë kryesore të agjërimit, apo dy bazat e agjërimit është niyeti edhe milion ato sen që e prishin agjërimin. Mirë po që ky niyeti, dietarët thonë elhamdulillah që Zoti s'na ka ngarkuar që vazhdimisht me kujtu niyetën që me pas në konsiderat që i magjerushëm, po faktikisht ka mundësi edhe njeriu gjatë ditës faktikisht prekupohet, koncentrohet diçka dhe nuk e din që është agjerushëm. Mirë, po realisht tojnë dietarët që ky niyeti që është bën fillim të Ramazanit ose para së fyrit, që ky niyeti gjithmonë i jetë ndër dijet njeriu edhe duhet me vazhdu kështu me qenë. Për ndryshe nëse e ndërpren niyetën edhe thotë pe prishi. Shumica dietarëve thonë e ke prish edhe nëse s'hales ka unë s'ke pi kurrë. Vetëm pse e ke prish niyetën. Nga se tash çështja kryesore te adhurimi i agjërimit është niyeti, edhe ai niyet bardhet edhe pse ndoshta s'bjen mend vazhdimisht edhe nuk e kije ndërmendje. Mirë po, me prish niyetën që thjesht
qatë që e ke nisë po dënë me nalë, atër shumica djetarëve thojnë se realisht është prish agjerimi. Vetëm se dallojnë, thojnë në qofë se thjesht njeriu thot pe prishi që tash, edhe ku me prish kur të shkoj të buka, ose të ujë, ose të qeshmi e parë që e mrin, e faktikisht shkon nëse prish, kjo është mesele tjetër nga se e ka lidhë me diçka që do të e bëjnë tardhmes edhe nuk e ka pas, ama në qovë se e bën jetë tash për prish agjerimin, shumica djetarëve thojnë djetarët që e prish agjerimin edhe në qovë se s'ke hongër, edhe në qovë se nuk ke pi. Çështja që kanë cekur tjetër djetarët që e prish agjerimin është çështja e hixhames, edhe hixhami është domethënë për mjekësive popullore të vjetra që praktikohet sot, e kanë praktikuar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe sahabët e tij sallallahu alaihi wasallam, është një formë me domethënë si shishe nxjerrët gjaku prej trupit, e ka ardhur në disa hadithe se edhe ai i cili e kryen këtë procesin e hixhames, edhe atij i cili i bëhet hixhamja e ka prish agjerimin. Arsye për atë i cili e bën hixhamen, përpara u kanë metoda më primitive, ndoshta është pas nevojë edhe me gojë, me thith në trojaka kështu me radhë. Kjo është ajo arsye që kanë cek. Mirë, po pse kjo që e bëhet hixhamja pasi pi del diçka prej trupit, jo pse pi hen diçka trup, e kanë çat arsyen që ceka mund të vjellurit se ka ardhur se dëpsohet njeriu që e bën këtë hixhamen, ka me punësi me pas plagështi, me pas marramendje e kështu me radhë. Kjo është mendimi i parë. Mendimi i dytër se nuk e prish realisht agjerimin, nga se ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë hixhame edhe vetë ka qenë agjerueshëm. Ka ardhur në hadith tjetër se ka bë hixhame edhe ka qenë në ihram, ka qenë muhrim. E masanena ka mos pajtime të mëdha mes dietarëve se a prish kjo hixhamja, a se prish, edhe cili për këtyre haditheve ka anulu tjetrin e kështu me radhë. Ndoshta mendimi që nuk e prish agjerimin është më i saktë. Vetëm më ka pëlqyer një përgjigje, thot një hoxh, një profesor ato në Arabi Saudite, thot në qovë se të pyet dikush a e bëj hixhamen, thuj mos e bë. E në qovë se e ka bë e të vetë e prish, thuj se e prish. Që kjo është ndoshta përgjigje më e mirë, domethënë që e kam dëgjuar në këtë çështje, se nëse para se me bë të vetë, thuj mos e bë, e nëse e ka bë thuj nuk e prish, mirë po, prapse thujmë nëse dën me agjeru në ditë me kompenzue që me ik mos pajtimeve dietarëve është edhe më mirë. Masandej ka domethënë tek kjo mesele çështja të qenë të ngjashme, domethënë përpara tash nuk e di a përdoret. Përpara kur kam pas ndoshta të shtypje të mëdha sene, këtë damarin dhe këtë vena që është në boll, e kanë shpu edhe i kanë nxjerr gjak. Është e njoftën kjo në botën, është e njoftën ndoshta vjetret edhe këto e dinë apo në sene, ose me qit hun gjak, ose me u lëndu edhe me pas një varr e me qit gjak, e prishin këto agjerimin. Realisht nuk e prishin agjerimin asnjëherë prej tyre. Çështja që e kanë diskutuar përderisa jam ale të gjaku, e kanë diskutuar çështën me dhuru gjak, jo me marr gjak. Se me marr gjak, domethënë e prish agjerimin nga se ushqimi, pirja, infuzionet, cilat e kanë domethënë zavendësim të ushqimit, apo gjaku, i cili është realisht ai ajka e ushqimit, këto domethënë e prishin agjerimin. Mirë po flasim për personin i cili dhuron gjak. Ai është donatori që do me i dhuru tjetër gjak, e që realisht këtina i merren 250 ml kështu me radhë sene. Tash këtë kjo lidhet me çat meselën që e cekëm, ata që thojnë domethënë që hixhamja prish agjerimin, rrjedhimisht edhe dhurimi dhe donatimi i gjakut e prish agjerimin, ata që thojnë nuk e prishin hixhamja se prish as me dhuru gjak. E mesela thash qysh ka dhënë ai përgjigjen ai profesori, nëse nuk e ka me patjetër, se ndoshta nëse ka me shpëtu jetë, e ka një kategori gjakut që realisht është i rrallë, qysh është domethënë kategoria e zerrës,
që thjesht mundet me kondhuru si gjithve edhe në varët për tina, atër e thojmë pa dëshim jep edhe se prish agjerimin. Mirë po në qofë se vetëm e ka tradit me dhuru njëherë mujt, ose njëherë në 3 mujt, edhe faktikisht i ka që e data bashkë në Ramazan i ka qëllu, se Ramazan i lëviz, atër e thojnë aktina në qofë se ki mundësi me shtyje mas iftare të bëne, jo le mas Ramazanit. A në qofë se ka ardhë në vetë të vëllau në dhash gjak, atër e thojnë nuk e ke prish gjerimin. Këtë qëto që i cekëm, dhe më thonë djetarët, kanë thonë që për me konë që e prishin agjerimin, duhet mi i plëcua disa kushte. Kushte e parë është që me i ditë të qito sen që ta prishin agjerimin. Se në qofë se ke ditë, nuk e prish agjerimin. Qofë se faktikisht njënën për i qytyneve e ke ba, që i kena cekë sët apo në ligjratën e kaluar, e nuk e ke ditë që janë dhe më thonë ndaluara edhe e prishin agjerimin, atër nuk prishet agjerimin nga se kusht është me ditë hyçmin dispozitën në këtë çështje. Nuk po flas me ditë se çfarë dënimi ka për atë punë. Se për shembull do të marrim tash vazhdim se njeriu i cili kryen marrëdhënie intime gjatë Ramazanit e prish edhe për ka dënim, dhe ato dënime shumë i ashpër. Tash nëse se ke ditë dënimin, çfarë dënimi ka, mirë po e ke ditë që është haram në Ramazan me kryen marrëdhënie intime, faktikisht kjo nuk të amneston, nga se faktikisht e pas ke ditë që është haram kjo punë në Ramazan. Po thëm, hitë se ke ditë që marrëdhëniet intime dhe hipotetikisht, po thëm që e prishin agjerimin, atëherë dhe më thonë kjo çështje njeriu arsetohet dhe nuk ka nevojë me llogarit agjerimin e prishur apo me e kompenzu atë ditë. Pra kushti i parë është që me ditë. Kushti i dytë është që njeriu mos me koni imponum. Në zot vjen nështë është i ri, përën dojnë me aprish me zërë dhe me zërë e qelin goni edhe në ujë. Faktikisht, ai edhe në qovë se i pinë 2 litra ujë në kësi forme, realisht ai agjerimin e ka në regull, se tash, alhamdulillah, jetojmë pak në kohë matë mira, po përpara në dëmonë qështë në e kanë transmitu, se mësust, dhe më thonë, ja u kanë prish me zërë, dhe më thonë agjerimin në përklasa, e që realisht, atyre nuk jo është prish agjerimi, nga se kjo është çështje pa vullnetshme e imponuar që realisht shariatin tonë arsetohen edhe agjerimin e kanë rregull. Pra kushti i dytë është që mos me pas imponim, pasi që e dim mos me pas imponim. Kushti i tretë është që njeriu mos me bë nga harresa, se nëse han edhe pe harresës, realisht agjerimin e kanë rregull, edhe nëse han një porcion normal, edhe pin normal, veç kur e kryen thotë agjerushëm të kanë qenë sot dhe sene, realisht nuk e prish agjerimin. Edhe çështën apo kushtin e katërt thonë domethënë që njeriu mos më ndodh disa sene pa vullnetshëm. Për shembull, ndoshta tu shkuar rrugës ka mundësi hin në tro domethënë plohën, edhe plohën bajagi i madh në gojë, po s'është e vullnetshme pejtina kjo punë sene, ose i hin në një far insekti mizë dhe e përbin ato në sene. Faktikisht këto çështje janë jashtë vullnetit të tina dhe nuk e ka bërë me qëllim dhe gjitha këto nuk e prishin domethënë agjerimin. Çështja e fundit që e ka veçuar edhe autori se e prish agjerimin natyrisht është çështja e marrëdhënieve intime, e kjo është domethënë pe atyne më të shtira që prishet agjerimi, nga se nëse njeriu e prish agjerimin domethënë me buk ose me ujë, i ka 2 çështje. E para duhet mu pendu të Allahu Azza Jell që ka bërë shkelje, edhe ka thyrë, edhe ka prish Ramazanin, edhe e dyta është me e kompenzua ditë pas Ramazanit. Ndërsa të ky i cili thjesht ka kryer marrëdhënie intime gjatë Ramazanit, i ka 3 çështje. E ka pendimin, mu pendua te Allahu Azza Jell sinqerisht, e dyta me e kompenzua ditë, edhe e treta dënimin që do të e marrëm në vazhdim, domethënë se çfarë dënimi ka. Mirë po, për me marrë këtë dënimin që po flasëm, duhet me konë njeriu në Ramazan, domethënë dita është Ramazanit, jo çdo farz, se nëse jetu e kompenzu një ditë të Ramazanit jashtë Ramazanit, edhe njeriu ka bërë marrëdhënie intime me gruan, e ke prish çdo ditë mirë, po nuk e ke dënimin. Pra thjesht është kusht me konë që e ke prish agjerimin me marrëdhënie intime gjatë Ramazanit. Jo, domethënë jashtë Ramazanit, edhe nëse ai agjerim është farz. Mirë po,
edhe nuk i arsyetuar. Musafiri e kemi cekur se ka të lejuar me prish agjërimin, edhe kjo është bazë, nuk është si i smuti, se te i smuti kemi thonë varësisht për i smundjes, atër edhe ashtu të është dispozita. Mirë po te udhëtari, si udhëtar, vetëm se ka marrë statusin e udhëtarit, e ka të lejuar me prish. Përderisa ka të lejuar me prish, atër mundet edhe me hongër me bokë, edhe me pijë ujë, edhe me kry marrëdhënien time me gruan e vet, kështu me radhë. E dyta, dhe më thonë mos me konë smut. Mirë pa për asoj smundje që thamë e lejon me prish agjërimin. Jo çdo smundje letë e thjesht një kokëdhimbje, një marrëmendje, e kështu me radhë me, ose po më dhem dhomi e për prishi agjërimin. Mirë po kemë thonë smundje e cila ja vështirëson agjërimin, kja ja lejon me prish, apo runa zot, jo që vështirëson, po ja përkëtëson gjendjen, ose nuk ja lejon me u shëru që e plagë ose që e smundje, atër ky person e ka të lejuar me prish. E në qovë se ka prish për shkak smundjes, atër faktikisht i lejohet çdo gjë tjetër. Kushti tjetër është që dhe më thonë me konë më shërritur, se në qovë se është fëmijë edhe ka bo një gjatë tillë, nuk e prish agjërimin, apo kushti tjetër është çështja me konë njeriu i shëndosh mentalisht, se ai cili nuk është shëndosh mentalisht, ai nuk e ka obligim agjërimin, as nuk e ka dhe më thonë këto çështje që për i cekum. Te çështja e kryes marrëdhënieve intime, kanë thonë dietarët, pavarësisht a ka kryer njeriu me gruat vet apo runa zot ka bo zina, e që tash kjo është edhe më e keqe, ama dyjat e kanë, domethënë, njëjtin dënim, se thjesht edhe duhet pendim, edhe duhet kompenzim, edhe duhet shpagim, që do të marrëm vijim, pra faktikisht pavarësisht a me gruat vet a me dikon tjetër, mirë po me gruat të huaj apo me vajzë të huaj, kështu me radhë motër të huaj, kjo është domethënë aja që ka thonë Allah azza wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila, dhe mos ju afroni zinas se ajo është e nevojshme e dytë dhe çështje shumë e keqe. Ndërsa sa i përket dënimit, dënimi në shariatin tonë ka ardhur ai personi që ka ardhur dhe ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë u shkatërrova, ka thonë e çka të shkatërroj, ka thonë kom bë marrëdhënie ja Rasulullah në ditë të Ramazanit. E ka thonë atëherë si shpagim lirohen një rob. Ka thonë s'kam ja Rasulullah. Ka thonë agjeroj 2 muaj pa ndërprer. Ka thonë s'muaj ja Rasulullah, në të pëshën që të Ramazan s'pëmë në bëhë sabër të edhe 2 muaj. Thotë atëherë o shqej 60 të varfër. Thotë ja Rasulullah s'kam as ato me bëhë. Edhe aty thotë prit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ka qenë Ramazan, dikush ka pru diçka për sadakas, edhe ka thonë merre këta ushqim, edhe tash po ta jap ty, edhe ti shko jap sadaka për punën që ke bë. Ka thonë ja Rasulullah, pa ka njëri më të varfër se unë në qyteta. Atëherë ka thonë shko merre edhe ushqej pra familjen tënde. E thonë dietarët, që kjo është radhitja, në qoftë se njeriu ka rob, e që tash nuk ka rob, faktikisht duhet me liru një rob për këtë shkelje. S'ki mundsi këtë, atëherë duhet me agjëru 2 muaj pa ndërprej. Edhe në qoftë se një ditë e ndërprejnë pa arsye, realisht do më thonë duhet me fillu këtë 2 muajshin prej fillimit. Qoftë se prish për arsye të shariatike, musafiri, smut, gruas i kanë ardhur më të përmojshme të kështu me radhë, faktikisht ajo është e akceptueshme dhe e vazhdon, ose është ditë bajrami dhe ke prish, domethënë për shkak të bajramit. Këto janë arsye të akceptueshme dhe pse prishet kjo 2 muaj nuk prish punë. Për ndryshe, domethënë duhet edhe këtë se ki mundësi me e bë, atëherë mi ushqyje 60 të varfër, e në qoftë se as këtë se ki mundësi, qysh ka qenë ky sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i varfër, atëherë thjesht bjen kjo dënim edhe nuk ka kurrë. E kem fjalën bjen, në atë aspekt bjen edhe mos kërkohet kurrë, se ky sahabi ka qenë i varfër, po sikur ti kish pasuru, nuk e ka pas obligim se pejgamberi si ka thonë kështu, domethënë që faktikisht që tash i lirum se s'pas ke tash mirë, po kur vjen te pasuria, dije që në qafton e kije për shkak derisa pejgamberi sa nuk e ka se këtë punë, dhe përderisa se ka cek, thojnë dietarët, domethënë bjen. Kjo është te 13 mëdhëvet. Përveç të Hanefit faktikisht janë pak më të bunë këtë meselë të çështja e këtij dënimit
thojmë përderisa pejgamberi s.a.s. I ka thonë shka, edhe faktikisht as të njënën për tyre nuk ka kërku me aplikue, nuk është domethënë patjetër me bë këtë punë, këtë shpagim më fjala. Në meselë tjetër që kanë ceku dietarët se në këtë çështje arsyetohet dikush ajo. Të burri, domethënë ka pe dietarës ka thonë kur fare arsye s'kam, përveç nëse musafiri smut kështu me radhë. Te gruaja kanë pru arsyetime, kanë thonë gruaja ka mundësi me kon që imponohet, ka mundësi që ka harru që është agjerushëm, ka mundësi që nuk e din domethënë që është kjo punë ndalume, se zakonisht gratë domethënë nuk dalin është në xhamia me ngu ligjëratat e me ngu të senet, apo kanë thonë faktikisht edhe nëse është flajtën, ka ardhur burri dhe sajnë ka bërë me to marrëdhënia e ka qenë flajtën. Këto janë katër domethënë gjendjet të cilat gruaja arsyetohet për to edhe realisht nuk e ka obligim këtë shpagimin që thash një rob 60 ditë me agjeru apo domethënë 60 të varfër me ushqy. Mirë po, ka për dietarëve që kjo është mendimi më I sakt, se sa I përket nëse se ka ditë apo ka harru që është agjerushëm, këtu janë barabartë edhe burri dhe gruaja. Domthonë nëse as burri se ka ditë që kjo punë e prish agjerimin është njësoj si gruaja, apo ka harru që është agjerushëm, faktikisht janë si burri si gruaja. Vetëm të çështja në gjumë edhe e imponuar, realisht kërkon burri se imponon kërkush me bë marrëdhënie. Zakonisht burri imponon gruan. Edhe realisht kjo punë nuk bëhet flajtën për burrit, apo te gruaja mund të bëhet njeriu ajo me kon flajtën. Pra për fjetën edhe imponim janë arsye të pranuara për gruan. Edhe faktikisht nuk e kanë këtë dënimin. Për ndryshe, domethënë nëse edhe gruaja ka qenë qut edhe ka bë domosdoshmë me dëshirë, realisht e ka dispozitën si të burrit, domethënë sipas mendimit më të saktë, se ka pe dietarëve që thonë këtë meselë nuk kem puna e gruas hiç, nga se pejgamberi këtij shokut I ka thonë për ty, bënja që shtot, as ja ka përmend çka duhet me bë gruaja. Masën e dietarët kanë thënë se s'është kjo argument se realisht faktikisht pejgamberi se ka thonë që edhe gruaja ka të njëjtën hëçëm apo të njëjtën dispozitë, se kjo nuk kuptohet se domethënë burrat në dispozita janë barabarta apo gratë janë barabarta me burra, apo ka mundësi që ka ditë që ka pas një arsye, kjo e ka imponuar ose I ka treguar diçka tjetër e kështu domethënë me radhë. Në meselë që e cekun dietarët që kjo domethënë përderisa inqizohet është mirë me ndëgju të çështja grave që thash nëse imponohen, se zakonisht kjo çështje imponohet pe burrave, nuk mjafton pe gruas me thon valla, domethënë unë u munova smuta faktikisht e sene, po kapi hoxhallarëve, dietarëve thonë se tek e fundit edhe me mshel derën me çels, me thon jo se unë jam gjenushëm, ose me vesh hijabën me shku te baba I vet, te shtëpia e vet, e kështu me radhë që me I kësaj pune, që kjo është domon ato hapat që janë të arsyetueshëm dhe të akseptueshëm shariat, jo me gjetë çdo arsye, se tek e fundit kjo çështje është fe, edhe ajo është me sajnë edhe Zotit se Allahu e din se a ka qenë me të vërtetë imponuar apo jo. Mirë po realisht edhe burri dhe gruaja duhet me pas konsiderat që me ndihmu njëri tjetrit, domethënë në zbatimin e urdhrave, dhe kur e shohin që njëri tjetrin po I shkel në urdhat, realisht me e këshillue, me pengue e kështu me radhë. Në çështje që me këtë përfundojmë është nëse një njeri tash e ceka çështjen e ushqimit dhe pirjes pe harresës. Nëse han edhe pin edhe ajo të hamur pe harresës, na që jemi të e po, a me ja të rikë vrejtën apo jo, e kem cekun ndoshta herë tjetra se ka dy mendime në këtë mesele, ka pe dietarëve që thonë lesë se realisht çu ka në hadith, kush han nga harresa apo pin, ajo është agjerueshëm, Allahu e ka ushqyer dhe I ka dhënë me pije, realisht Allahu ka dashur që atë person me e ushqyer dhe të mos del kundër këtij vullnetit të Allahut Azza wa Jall, edhe ka pe disa sahabive domethënë kështu që kanë menduar. Mirë po mendimi më I saktë se realisht na e dim që kjo është agjerueshëm, e ai po han pe harrese, duhet mja të rikë vrejtën nga se kjo është për urdhrimit mirë edhe ndalimin nga keqja, realisht na e dim që ajo të bo shkelje se me prish Ramazanin, është pa arsye, është shkelje dhe është haram, edhe ka ardhur një kërcënim shumë I madh,
dhe më thonë për atë cili e kryen një punë, mirë po ajo arsjetohet për shkak se se din, ama ti që jetu e pa nuk arsjetohesh, dhe më thonë më uhesht. Këto ishin disa dispozita, do të vazhdojmë dhe më thonë në ligjëratat e radhës edhe me çështje tjera që kanë bëjmë në agjerimin, lutem Allahun azza xal që të na lehtëson agjerimin në veprat e mira, na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, na i pranon veprat e mira, mirë po edhe të na jap vullnet që të shfrytëzojmë maksimalisht këtë muaj se këto janë ditë, domethënë që po shkojnë shumë shpejt, që vetëm ju afrojmë 10 që të parë, e kështu të shkojnë 10 parët, e dytat edhe vjen fundi. Wa akhiru davana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.